Sapo inspektova zonën e Ishpit, në një fshat të cilin kemi pasur probleme me rrjedhjet e ujrave nga pjesa e Kodrës. Ishin dy kanale të cilat kishin dalë jashtë funksionit për arsye të mbeturinave dhe të papastërtisë. Nga strukturat e emergjencave civile u morën masa dhe vazhdon puna për normalizimin dhe për pastrimin e këtyre. Jemi drejt normalizimit. Këtu jemi në Amallaj, e cila ka problem me disa zona, me disa shtëpi të përmbytura. Jemi drejt normalizimit, papasojnë, si që shohim edhe këtu në terren, janë ekipet e emergjencave civile që papasojnë kanalet. Fatmirësisht, situatën në Lumet jemi në kuota normale, pra nuk kemi probleme nga niveli nga prurjet e lumeve, të cilat natyrisht ato po të fryen kanë problematikat e tyre, të cilat në mund ta bëjmë dhe pastaj të kemi probleme goxha me shtëpijat, me tokat, me fushat, me bagtit, por normalisht neve jemi tash në një drejt normalizimit të situatës.